Debati se kush e moderon më mirë formatin e Big Brother VIP Albania, Arbana Osmani apo Ledion Liço ka qenë një nga temat më të nxehta sezonet e fundit. Së fundmi këtij diskutimi është bashkuar edhe aktori i njohur Julian Deda, i cili ka dhënë një përgjigje mjaft të qartë dhe të drejtë për drejtë. Gjatë një bashkëbisedimi virtual me ndjekësit e Instagram, dikush e ka pyetur Julin se çfarë mendon për Ledionin. Aktori nuk ka nguruar të jap një vlerësim maksimal, duke u mbështetur edhe te njohja e tyre e vjetër që në hapat e parë të Top Channel. Për Julin, Ledioni mban fronin aktual të moderimit në Shqipëri. Për mendimin tim, moderimi i tij është i një niveli të lartë. Unë e njoh që adoleshent, kur punonim në Top Channel në vitet e para të televizionit, dhe që atëherë Ledioni është rritur shumë profesionalisht. Sot është pa diskutim moderatori më i mirë i televizioneve tona. Për ta mbyllur, Juli shton një shënim të rëndësishëm duke justifikuar edhe peshën e këtij roli. PS, nuk është e lehtë të moderosh një format si Big Brother. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.